do jemi bashkë në hapësirën e të ftuarit të ditës. Me mua është bashkuar në studio ish kandidati për deputet në radhët e Partisë Demokratike Aulon Kalaj. Zotë Kalaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Ka pasur shumë zhvillime në Partinë Demokratike, ka një anë protestat, nga ana tjetër një lëvizje për disa nga krerët e Partisë Demokratike quajnë si kafe, ajo Ervin Saljanit, ju ishit pjesë asaj tryeze ku pati diskutime mes demokratësh. Çfarë prodhoi ajo tryezë? Në fakt, një ujë që nuk rrjedh qelbet. Besoj unë që çdo lloj iniciative për me diskutu në raport me ringritjen e Partisë Demokratike është një gjë e mirë. Unë nuk jam që njerëzit i ndajmë në heroj dhe në tradhtar, secili ka rrugtimin e vet politik. Unë besoj që është koha që do na tregoj fytyrën e vërtetë gjithë secilit, pra dhe cilat janë qëllimet tona. Mendoj që këto janë lëvizje të cilat e shëndoshin Partinë Demokratike, çdo lloj lëvizje tjetër. Unë me thënë drejtën ka marrë pjesë edhe në 2021-shin, megjithatë atëherë nuk e bë kaq e madhe. Ka qenë një iniciativa demokratike e zotit Fatbart Kadilli, pas humbjes së zgjedhjeve 2021-shit, ku u mundum për me gjetë disa mënyra se si Partia Demokratike mund të forcohej. Po është e vërtetë që unë kam marrë pjesë te kafja. Kam qenë dhe në Durrës, në fakt, e takimi që u bë në Durrës, megjithëse nuk kam folur aty, sepse ne nuk kishim shku për me fol, por kishim shku me dëgju njerëzit dhe ne kemi ku me fol, pra unë po flas këtu. Pra edhe besoj unë ishte një moment i ezauruar, gjithsesi ajo që unë doja të thoja është që Partia Demokratike duhet të ecë në dy rrugë në gjykimin tim, së pari në denoncimin e problematikave që ka qeveria, siç është edhe rasti i skandalit zonjës Balluku, po edhe çështjeve tjera, por nga ana tjetër duhet ta kthejmë gishtin nga vetja për me pas se si ne mund përmirësohemi që Partia Demokratike të jetë një forcë qeverise, mos të jetë thjesht një forcë e cila zbaton atë shprehjen e rëndësishme është pjesëmarrja, duke mbajtur gjithmonë vendin e dytë. Unë besoj që e djathta qeveris më mirë se e majta, kjo është bindja ime, prandaj jam djathtas, dhe prandaj unë gjykoj që është momenti që të hapim një debat brendshëm për shumë çështje të caktuara. Për shembull, unë te kafja kam folur për çështjen e kodit zgjedhor, që është shumë i rëndësishëm, është mekanizmi që mund të pranoj rotacionin politik në Shqipëri. Ne sa herë kemi bërë një marrëveshje me Partinë Socialiste për sa i përket kodit zgjedhor, e kemi parë që kemi humbë zgjedhjet, sepse ne duhet të ulemi mbi parime, pra çfarë duhet të bëjmë ne me kodin zgjedhor. Ka disa momente, një kod zgjedhor që prodhoi për një parti politike 66.000 vota dhe prodhoi vetëm një mandat është i pandershëm. Një kod zgjedhor që vota e Vlorës me Tiranës apo të Kukësit me Tiranës është e pabarabartë është i pandershëm. Një kod zgjedhor që ti fiton në zonën tënde elektorale, siç ishte rasti im për shembull, që fitova Bashkinë e Krujës bashkë me demokratët e tjerë, dole dhe kandidati më i votuar në Bashkinë e Krujës dhe nuk je në parlament, është prap kod i pandershëm. Në një bashki si Kruja me 100.000 banor nuk ka tani asnjë deputet, as nga Partia Socialiste, as nga Partia Demokratike. Ky është faji të dyja palëve. Në legjislaturën e kaluar ne kemi pas 4 deputet, 2 nga PS-ja, 2 nga PD-ja. Tani nuk kemi deputet. Qyteti Kavajës nuk ka deputet. Qyteti Kamzës nuk ka deputet nga Partia Demokratike. Nuk ka Fusharzi, Puka, Mirdita, nuk ka deputet. Pra, janë dhe disa qytete tjera, por të paktën këto që i kam prek nga afër. Unë mendoj që ky kod zgjedhor është momenti tani që po ulën Partinë Socialiste, Partia Demokratike nuk i ka pyet kandidatët të vet se çfarë problematika është ka kodi zgjedhor. Prandaj unë gjykoj që është imperativ i kohës thirrja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që nuk është mbledhur që nga muaji mars. Kjo është e vërteta. Pra, strukturat e Partisë Demokratike nuk janë mbledhur që nga muaji mars. Po flas për Këshillin Kombëtar që është organi më i lartë në Partinë Demokratike ndërmjet dy kuvendeve, i cili në gjykimin tim duhet përcaktojë dhe aksionin politik. Pra, duhet jetë Këshilli Kombëtar që të përcaktojë se në cilat baza duhet të ecë Partia Demokratike. Këshilli Kombëtar është më i gjerë se grupi parlamentar. Këshilli Kombëtar, ne çfarë na ndodhi në 2025 me 11 maj, na u prodhuan dy realitete. Fituan deputet listës mbyllur dhe me gishtat e dorës listës hapur, ndërkohë kemi realitet tjetër. Janë njerëz që kanë marrë vota personale, të cilët sot janë të papërfaqësuar në kuptimin politik të fjalës dhe të aksionit politik. Por me marrë përgjegjësi, se politika është dhe marrje përgjegjësish, nuk është vetëm benefite, se ti, okay, deputet nuk u bëre, po ku do ta japim kontributin tonë në raport me politikën, në raport me aksionin opozitar. Prandaj unë mendoj që këto janë problematikat që duhen diskutuar në Partinë Demokratike dhe kjo është një përpjekje. As nuk duhet ta anatemojmë Saljanin si tradhtar, si njëri i tillë etj, secili ka raportin e vet me historinë. Në rast se do merrem me 8 janarin, patjetër që ajo është një ditë e keqe për Partinë Demokratike, krisjet e së cilës
trupi i Partisë Demokratike i mbart në vete sot e kësaj dite. Unë jam shumë dakord, por në rast se ne do të vazhdojmë i hedh benzinë zjarrit, ne nuk kemi kohë për të humbur asnjë njeri. Ne kemi kohë vetëm për me bashku njerëz dhe për me fitu zgjedhjet. Kështu e gjykoj unë. Mendoni që fakti që u bë mediatike, ajo tryezë që ju mblodhët ju dëmtoi, sepse ndoshta fraksionet brendshme mund të ketë edhe brenda Partisë Socialiste, por nuk bëhen mediatike dhe publike. Shiko, me të thënë drejtën, unë nuk kam asnjë lloj meraku pse u bë mediatike, nuk kam asnjë lloj problemi. Unë kam qenë kandidati i parë që kam dalë direkt pas takimit, publikisht dhe kam sqaruar në një televizion tjetër pozicionimin tim. Duhet ju bëjmë dije të gjithë qytetarëve shqiptar, demokratëve në veçanti, që këtu nuk kemi të bëjmë me formimin e një force të re politike, së pari. Kjo nuk është asnjë lëvizje në gjykimin tim, aq sa e kuptoj unë politikën, aq më pak një fraksion, sepse pse nuk mund të jetë një fraksion për mua si Aulon, gjithmonë. Në atë tryezë kanë qenë të ulur kandidatët më të votuar, po themi, të gjithë qarqeve të Republikës së Shqipërisë, zoti Saljani, që nuk ka marrë pjesë në zgjedhjet e 25-s se ka qenë burg apo jo, dhe disa personazhe të tjerë që kanë marrë pjesë. Tani, unë personalisht besoj tek idetë e djathta konservatore dhe i gjithë rrugtimi im politik ka qenë që Partinë Demokratike ta kthej më djathtas. Por aty sigurisht që ka mendime që Partia Demokratike duhet rrinë në qendër. Po flas në boshtin ideologjik të saj, sepse unë mendoj që ka ardhur momenti për mu hap një debat ideologjik në Shqipëri se ç'është e majta dhe ç'është e djathta. Ç'është Partia Demokratike dhe ç'është Partia Socialiste. A janë këto vërtet forcat majta dhe djathta dhe ku besojmë neve për shembull. Pra, unë si konservator besoj tek Zoti, tek familja, tek kombi, tek dinjiteti njerëzor, tek prona private dhe shumë histori tjera. Ekzistenca e konservatorizmit, pra partitë konservatore, gjithmonë kanë kundërshtin. Kundërshtia sjell progres. Pra, është domethënëse kundërshtia e cila vjen nga brenda gjithmonë, në këtë kuptim. Tani, në atë tryezë ku ne ishim ulur, ke njerëz që nuk i besojnë parimet e mia. Dhe nuk mund të formosh dot një fraksion me njerëz të cilat nuk i besojnë këto lloj parimesh. Pra, po flas gjithmonë për konservatorizmin, në këtë kuptim. Dhe fraksioni funksionon vetëm në parime. Në pazare unë nuk jam, sepse nuk mund të ulem dot për me bë pazar në parimet e mia. Në rast se parimet rrozohen, atëherë nuk ka as fraksion në këtë rast. Por sigurisht që kjo është një forum debati në gjykimin tim, si e shikoj unë, që absolutisht do të sjellë të mirat për Partinë Demokratike, e cila faktikisht u zgjua në këtë moment dhe po lëviz dhe ajo me mënyrat e veta. Unë pastaj kam idenë tjetër, unë mendoj që duhet kemi protesta kombëtare, jo protesta të tipit foltore, siç janë shpallur tani, megjithëse unë kam qenë pjesëmarrës, kam marrë pjesë të 4 protestat që janë bërë deri tani. Unë mendoj që ne duhet bëjmë një protestë kombëtare shumë shpejt për me tregu dhe forcën tonë. Patjetër, sepse në Europën perëndimore me skandale të tilla, një qeverisje nuk do rrinte as një sekond pushtet. Ky është rasti i Shqipërisë, është rast për tu studiuar. Ju e thatë që ka pasur lëvizje edhe më herët në Partinë Demokratike, ishte rasti i zotit Kadilli, ka qenë dhe Agron Shehaj që po ashtu ndërmori një iniciativë ku fut në garë me zotin Basha aso kohë për kreun e Partisë Demokratike, por pas atyre betejave ata u larguan nga Partia Demokratike. Sot që ne flasim, Partia Demokratike a e ka luksin që të largoj individ nga radhët e tyre? Pra, një përjashtim i mundshëm mund të jetë i radhës edhe zoti Saljani marr shkas këtu nga një fjalim që kishte edhe zoti Osman Stafa ditën e 8 dhjetorit, ku i tha zoti Sali Berisha që duhet përjashtojmë ata që na kundërshtojnë. Ama këto janë qesharake, pastaj domethënë se kush nuk e di se kam ndjek fjalimin e atij zotnisi, tha the ti, por un jam që të mos përjashtohet askush. Ne na duhen antarësime të reja, ne na duhen njerëz të rinj të cilët mund ta forcojnë më shumë Partinë Demokratike. Nuk ka njerëz të përjetshëm, askush nuk është pronar i askujt në parti që të përjashtojë. Në rast se ky është një biznes pastaj apo një SHPK, unë mendoj që këtu nuk është rasti. Por unë mendoj që është momenti për një dialog të gjithëanshëm. Unë kam besim që Partia Demokratike do t'i tejkalojë çdo lloj situate të mundshme, sepse humbja e zgjedhjeve me datën 11 maj, edhe si pasojë e farsës elektorale, patjetër, gjykoj që duhet na shërbesi një moment të reflektimi. Po, unë jam dakord për një test tjetër, që Partia Demokratike duhet filloj me desorojzimin e vetvetes, që do të thotë në rast se ne besojmë tek politika amerikane, në rast se ne besojmë tek linja e Donald Trump, ku unë jam një nga hidhtarët e asaj linje dhe absolutisht e pranoj që jam trumpist, atëherë ne duhet sillemi si të tillë. Ne nuk mund të flirtojmë me Sorosin dhe nga ana tjetër të themi që jemi me Trumpin. Apo jo. Këtu marr shkas nga firmat e fundit që ka dhënë deputet të Partisë Demokratike për kandidatin e George Sorosit në Shqipëri.
Ti jemi realist, është njëri i cili ishte në konkurrencë me Partinë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, çfarë nuk ka thënë për Partinë Demokratike dhe si ka mundësi që ky njeri i cili me sa duket ka një marrëveshje me Partinë Socialiste për të qenë avokat populli, sepse tani po dalin hapur, pazari është bërë, merr me lehtësinë më të madhe 35 firma nga ligjvënësit demokrat. Po Partia Demokratike tha që i tërheqim ato firma ditën e djeshme në Komisionin e Ligjeve. Po çdo më thënë kjo tani, ti e ke atë stirolapsin në dorë se po drejtohem ty edhe ti jep firmën tate. Besoj se mend i ke në kokë para se të japësh firmë. Ose këta pastaj marrin urdhra nga X a Y. Unë nuk e di domethënë se si funksionojnë. Por mu do ishte papranueshme në rast se unë do isha ligjvënës që të jepja firmë këtij personazhi për hir të vërtetës. Nuk kam asgjë personale me atë, thjesht për boshtin ideologjik që përfaqëson ai dhe aty ku jemi ne, ku besojmë ne. A jemi ne një forcë e djathtë, forcë konservatore, jemi ne një forcë që besojmë tek parimet te MAGA, te Trumpi, te historirat që na vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne kemi thënë që George Soros i shpalli non grata Sali Berishën, apo jo, ai kemi pranuar publikisht gjithë. Atëherë si ka mundësi që në këtë drejtim ne japim firma për këtë personazh? Nuk ka si lloj vlere kjo puna që ta jap firmën e pastaj ta tërheq. Për mendimin tim është autogol politik. Dhe unë besoj që aty nuk kemi të bëjmë me njerëz infantil edhe me minoren. Kemi të bëjmë me maxhorent, cilët stirolapsin e mbajnë në dorë dhe i kanë mend në kokë kur e hedhin firmën. S'ka kuptim tani që ti je deputet të firmosur për 7 avokat populli. S'ka kuptim fare. Prandaj unë mendoj që Partisë Demokratike tani mungon qartësia, ne duhet jemi të qartë dhe të drejtë. Me çdo jo vetëm kandidat për avokat populli, po unë do të marr dhe shembull tjetër. Parlamenti i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin për mendimin tim për shkatrimin e familjes, ligjin e gjinive. Unë kam qenë një nga kundërshtarët më të fortë të ligjit, kam mbajtur dhe fjalim te parlamenti dhe te protesta që bëm sheshin Skënderbej dhe ju kam bërë thirrje deputetëve të Partisë Demokratike që bashkë me familjarët e vet dalin protestë para parlamentit. Do ishte i lajm i jashtëzakonshëm, se ne besojmë tek familja. Familja është baza e Partisë Demokratike, e forcës tonë politike. Atëherë si ka mundësi që nga 50 deputet të Partisë Demokratike votën kundër këtij ligji e hodhën vetëm 36 deputet. 14 deputet nuk u pan sallën e kuvendit. Unë i mora letrën se kush kishte votuar pro dhe kundër apo abstenim. Dakord, ato 77 horra që e votuan e kishin nda menjen. Po ana jon ku është në këtë rast? Do thuash ti që si ka mundësi tani se ata e kanë shumicën. Po është e vërtet, po unë ju sjell këtu në vëmendje një histori të djegjes profetit dhe kur po digjej profeti Milingona me një kovë me ujë shkoi për ta fik zjarrin dhe të gjithë fillun duke u tallë me Milingonën, duke i thënë ç'a po bën ti se ti sa e fik dot zjarrin. Dhe Milingona i ktheu përgjigje tha unë nuk e fik dot zjarrin, por unë kam marrë këtu për me mbajt anë. Që historia nesër të tregoj që unë isha kundër djegjes profetit. Dhe historia nesër të tregoj që Partia Demokratike me 5 të ca deputet që ka, ishte kundër ligjit për shkatrimin e familjes, për propagandën LGBTQ që do shkojnë nëpër shkolla tani për me na i thon fëmijëve tanë që ju keni lind trupin e gabum. Kjo ishte një betejë për me mbrojt familjen shqiptare dhe fëmijët shqiptar. Dhe prandaj duhet seriozitet. Dhe një nga deputetët, si ishte qesharake fare, dëgjova 10 ditë nëpër media duke bërë propagandë kundër këtij ligji dhe kur marr letrën e votimit s'kishte votuar fare. Pra ishte një nga këta 16 që nuk votuan. Unë mendoj që këto janë çështje shumë të rëndësishme, siç është edhe kodi zgjedhor që ju përmenda pak më herët. Pra, këta po sillen me votat e qytetarëve si pronar. Jo më zotëri, e ke marr votën do i përfaqësosh. Ne duhet jemi megafoni i qytetarëve. Në rast se ne nuk jemi megafoni i halleve të tyre, atëherë mos t'i presim njerëzit në protestë. Të ja u them me sinqeritet, është krijuar një shkputje e bazës me deputetët, jo me të gjithë, me një pjesë të deputetëve, të cilët her pas here shkojnë në për zona vetëm me marr votat, të cilët kur e qelbin në një zonë, ndrojnë zonën dhe shkojnë në një zonë tjetër, janë kështu deputet shëtitës. Pra një herë marrin mandat në Durrës, pastaj shkojnë në Gjirokastër, nga Gjirokastra në Fier, janë domethënë një pjesë i ata, ai Zeqo Pilafi te Telekomedia e televizionit shqiptar, që u bë mjek popullor dhe kur e qelbi te veni vet shkoi për me bë profesionin e vet, i cili ishte një profesion mashtruesi në një vend tjetër. Unë mendoj që ky nuk është rasti politikës, pra politika në rast se nuk ka moral duhet të ketë një lloj serioziteti. Dhe këtë gjë pa diskutim që e pres tek Partia Demokratike. Prandaj unë gjykoj që është momenti që ne të marrim përgjegjësi mbi veten tonë dhe ta bëjmë këtë proces analize me seriozitet. Edhe herë, pra duhet analize brendshme që të përcaktojë shkaqet e humbjes. Në rast se ne nuk marrim kuti për kuti se si kemi dalë, unë si kandidat nuk shikoj kutinë e lagjes time. Në rast se mu lagja nuk më ka votuar, atëherë çka kërkojnë politik? Më vjen keq tani, lutem.
A duhet jetë ky raporti? Lagja mos të votoj kandidat në vet, ti ke drejtues qarqesh që jo vetëm nuk kanë marrë si deputet nga lista e hapur, po kanë humbur dhe listën e mbyllur, listën e sigurt. Duhet kthehet meritokracia, besoj, në Partinë Demokratike. Prandaj, për këto çështje, unë nuk kam nevojë as me pi kafe me Saljanin, as me shku në një takim tjetër, unë i bëj publikisht këtë, absolutisht. Jam njeri publik, mbaj përgjegjësi publike dhe unë mendoj që këto janë çështje serioze për Partinë Demokratike, që Partia Demokratike të vinë qeverisje nesër, kaq. Kaq e thjesht është, nuk është se po kërkojmë ndonjë gjë. Thjesht Partia Demokratike të forcohet. Por një debat i brendshëm dhe një hapje e kësaj force unë besoj që mund t'i jap oksigjen. Pse nuk u bë ky debat i brendshëm ndoshta me strukturat kryesore, me zotin Berisha, me numrin 2 zotin Noka, edhe pjesë të strukturave të tjera, por u zgjodh Saljani, pjesë e kryesisë, por tashmë pa një funksion publik, le të themi, si deputet për shkak të zhvillimeve që ai ka pasur me drejtësinë. Shiko, siç u thash, Këshilli Kombëtar nuk është mbledhur që nga muaji mars. Ka qenë mbledhja fundit ku u miratu lista e deputetëve, në një mbledhje që unë faktikisht nuk kam qenë, nuk kam marrë pjesë me dashje. Ama ishte kandidat? Po, patjetër, kandidati i listës hapur. Dua t'ju them që për shkak se nuk është mbledh Këshilli Kombëtar dhe unë kam kërkuar me forcë mbledhjen e Këshillit Kombëtar, se aty ka njerëz me integritet shumë të lartë, absolutisht po, me sentimente, me njerëz që përfaqësojnë flukse politike, patjetër. Nga zoti Saljani u pa ky moment që mund të merreshin në telefon njerëzit cilët kanë marrë vota dhe nuk janë thrit nga partia për të diskutuar për këtë çështje. Dhe besojmë kjo ka qenë arsyeja, Nuk është se është një kryengritje në kuptimin që pse s'u diskutu me këtë apo me atë. Po unë kam diskutuar personalisht edhe me lidershipin e Partisë Demokratike dhe të gjithë këto shqetësime që po i them këtu, i kam thënë dhe atje dhe absolutisht që ata thonë që do të mblidhen. Por ne po presim që në momentin e parë që të mblidhet të bëhet ky debat brenda edhe qartësohen shumë gjëra. Unë besoj që ka njerëz të tjerë që do flasin. Jo vetëm ne që kemi pas, s'po e them as kurajo, as kështu, nëse nuk dua as t'i jap merita vetes. Ta thash deri tjetër, jam kundër përcaktimit njerëzve në heroj dhe tradhtar, ne jemi në politik. Rrugtimi politik ka të dhënat e veta. Politika është dinamike gjithmonë. Pra, uji gjithmonë do rrjedhë, ne do kemi situata të caktuara dhe vetëm tonë do e tregojmë momente të caktuara, besoj unë. Por është momenti që Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike të mblidhet dhe gjithë këto debate të bëhen aty dhe të përcaktohet agjenda e Partisë Demokratike se si do ecet në vijim. Partia Demokratike duhet të mblidhet, duhet të forcohet, por kam përshtypjen që duhet krijojë edhe më shumë aleat. A është e nevojshme që opozita të jetë bashkuar, duke marrë tushkas edhe nga forcat e tjera politike që kanë prirje djathta, është zoti Shehaj, është zoti Lapaj? Patjetër, ke drejt me që përmendet zotin Shehaj. Unë tani jam i ftuar nga zoti Shehaj për të më marrë pjesë në një takim që ai bën kundër korrupsionit dhe për çështjen e drejtësisë. Ke personazhe të tjera, të cilët kanë treguar konsekuencë politike. Unë besoj që Partia Demokratike, siç e përmenda pak më herë, duhet ketë një metër në raport me aleatët e saj, pra njerëz që i kanë shërbyer Sorosit nuk duhet të jenë aleancë me të. Ky është mendimi im, këtë e kam kërkuar dhe do e them dhe në Këshill Kombëtar, do e bëj dhe me shkrim këtë çështje. Por personazhet e tjera, të cilët kanë treguar integritet, kanë treguar që janë në opozit me qeverinë, po bëjnë një lloj opozicioni ndryshe nga Partia Demokratike, sepse gjithë secili e mendon ndryshe opozicionin e vet. Unë për shembull e përshëndes Partinë Mundësia që bëri protestë para kryeministrisë në momentin që u pezullu nga gjykata zonja Balluku. Unë jam për bashkim, patjetër të faktorit opozitar, edhe duke shku dhe më tej, jo vetëm te forcat politike, duke shku dhe te aktivistë të caktuar, nuk duhet ta them shoqëri civile, se për mendimin tim Shqipëri nuk ka shoqëri civile, pjesa më e madhe janë njerëz të korruptuar, por te aktivistët, tek media është shumë e rëndësishme një aleancë me gazetarët, opozitar, aq sa janë, nuk ka rëndësi, po duhet ulesh ti dëgjosh njerëzit dhe pa diskutim duke dalë më gjerë edhe tek profesoriati, që është shumë i rëndësishëm, te pedagogët, të cilët janë në një farë mënyrë shoqëri civile, në rast se marrim atë konceptin e Hegelit që thotë me shoqëri civile përfaqësohen ato njerëz që kanë një status autonom nga qeveria, pra në rast se nisemi nga ky koncept, duhet një aleancë më e gjerë e Partisë Demokratike edhe në përrethë. Edhe në përrethë, patjetër se duhet me dalë në përrethë, nuk mund të bësh politik në Tiranë, se Shqipëria dakord është Tirana e madhe dhe Shqipëria e vogël, por unë gjykoj që fuqinë më të madhe Partia Demokratike e ka jashtë Tiranës, duke shkuar dhe duke takuar njerëz dhe qytetarët në terren. Patjetër, por tej forcës vetë, nuk po flas për militantët vet. Ato janë shumë të rëndësishëm, janë karburanti i Partisë Demokratike, strukturat e tjera të tjera. Ne na duhet një aleancë me qytetarin në këtë rast. Në rast se ne te i kalojmë Partinë Demokratike,
dhe shkojmë tek qytetari, atëherë pa diskutim që gjërat janë mirë. Në rast se ne do merremi vetëm me njëri tjetrin, gjërat janë keq, patjetër. Jemi në fund vjetori, vitin që vjen më saktë në 2027 pritet që ketë edhe zgjedhje të tjera lokale. A është gati Partia Demokratike? Shiko, unë besoj që Partia Demokratike duhet shpall kandidaturat sa më përpara të jetë mundur për zgjedhjet bashkiake. Nuk jam dakord që Partia Demokratike nuk konkurrojnë zgjedhjet e pjesshme lokale. Është e paimagjinueshme, domethënë, mos dalja në skakier. Shiko, se këta thonë zgjedhje me Edi Ramën nuk ka. Edi Ramën nuk e përcaktojmë ne si kundërshtar politik, ai është në skakier. Pra, i bie që ti të refuzosh realitetin në këtë rast. Ne jemi me këmbë tokë, ne do ndeshim me Edi Ramën dhe duhet ta mundim me Edi Ramën. Por ne duhet ndërtojmë një strategji edhe përballë vjedhjes votës. Çfarë do bëjmë? Ne e dimë këtë histori, e dinim dhe në 2021 që ai i vodhin këtë lloj forme. E dinim dhe në 2025 që do i vjedhi. Nuk kemi asnjë iluzion që edhe në 2029 do t'i vjedhi, edhe në 2027 do t'i vjedhi. Atëherë çfarë do bëjmë ne në këtë rast? Qytetarët presin nga ne alternativë, nuk presin konstatim. Që Rama vjet zgjedhë është konstatim. Tani më i pranuar edhe nga OSBE Odiri, një raport që e ka bërë copash qeverinë, partia dhe shteti nuk u ndan. Vetëm me këtë fjali bin zgjedhjet në gjykimin tim. Në rast se ne duam të shkojmë në Europën perëndimore, në rast se ne jemi me standardin e Bielorusisë, i kemi në rregull zgjedhjet, dakord. Prandaj unë mendoj që na duhet një plan masash se si ne të ndalim ose të dalim mbi vjedhjen dhe manipulimin e patronazhisë dhe lekëve të krijimit, qeverisë dhe shtetit që nuk ndahen, qeverisë dhe partisë që nuk ndahen nga njëra tjetra dhe ecin bashkë në zgjedhje etj. Prandaj mendoj që 2027-ën kandidatët duhet i kemi gati që tani. E para, e dyta, për shembull, për mua është e paimagjinueshme që në Vlorë kandidati që u mbështet nga Partia Demokratike, që vinte gjoja nga shoqëria civile, apo edhe në qytete të tjera morën nga 2000 vota. Si mund marrë Partia Demokratike 2000 vota në Vlorë, në zgjedhje lokale? Jo se ata shkëlqyn Partia Socialiste, 13000 vota, 15000 vota, nuk e di sa mori, as për një mandat deputeti nuk dolën, po kjo tregon që njerëzit janë zhgënjur nga politika. Apo jo, mos dalin votime. Kemi neve mundësi që t'i shërbejmë këtyre njerëzve dhe t'i thrasim njerëzit në politikë. Politika nuk ka gjë të keqe. Politika është gjë e mirë dhe një nga dënimet më të mëdha që mund të marrë një njeri, në rast se nuk merret me politikë, është të qeveriset nga inferiorët. Kur u bë politika në Greqinë e lashtë, kishte dy tipe njerëzish, politikani dhe idioti. Politikani ishte njeriu që merrej me qytetin. A ka ujë, vaditjen, fortifikimin etj. Idioti në kuptimin literal fjalës, jo siç e përdorim ne këtu, ishte njëri që ishte i painteresuar për politikën, thotë bën çfarë duan, nuk hyn punë ujë, unë do shikoj familjen time. Unë mendoj në ndërmjet politikanit dhe idiotit, ne duhet jemi me politikanin. Dakord, jam unë që politikani në Shqipëri është një njeri i cili nuk ka skrupuj etj. E kuptoj shumë mirë rastin. Por në rast se ne do ja lejmë dorë këtyre, atëherë çfarë kuptimi ka? Këta do vendosin për jetët tona, ne nuk shkojmë marrim pjesë votime, këta rrisin ujin, këta rrisin dritat, këta na lën neve pa liri 1 2 3 4 5, ne marrim rroga të ulta etj. Çmimet rriten apo jo. Prandaj duhet pjesëmarrjen politik dhe inkurajoj çdo të ri dhe çdo personazh edhe në për lokalitetet caktuara që të merret me politikë dhe të interesohet për punët e qytetit vet. Dhe këtë nxitje besojmë duhet ta bëjë Partia Demokratike, po që ta bësh këtë duhet të kesh moral. Qartë, Aulon, po ashtu ju në pranverën që vjen keni zgjedhje brenda Partisë Demokratike, e marrit mirëqen, duke qenë se baza, por edhe elektorati e do kryetarin aktual Sali Berisha në krye të kësaj partie, por ka ndoshta një diferencizëm nga ana tjetër sa i takon pjesës tjetër që është në kupolën drejtuese të Partisë Demokratike, përmend këtu zotin Noka, përmend këtu zotin Paloka, që popullata, elektorati, thotë që kanë 35 vite me funksione politike dhe nuk kanë sjellë rezultat. A duhet të ketë ndryshime? Sigurisht duhet të ketë ndryshime dhe unë që në kryet intervistës të hapa që me shprehen një ujë që nuk rrjedh qelbet, kthehet më çal apo jo. Dhe riciklimi i elitave është domosdoshmëri për partitë moderne, flas gjithmonë, patjetër. Jam i mendim tjetër që në raport me moshën, se nuk në politikë nuk maten njerëzit se sa vjeç je, të ri apo të vjetër, por me kontribute dhe pa kontribute. Se unë jam askush i sot që t'i them dikujt ma liro vendin tënd, apo jo. Ajo fitohet me votë. Ti jemi realist, domethënë, nuk mund të kërkojmë dot qishra në hell. Por që ka njerëz aty që po punojnë për pensionin politik, për me marrë rrogë deputeti, dhe ka njerëz që cilët deputeti nuk e shohin si vokacion, nuk e shohin si një punë në dobi të komunitetit, po e shikojnë si një pozicion që të kapin e diet, të kapin telefonin, të kapin
qeran në shtëpis apo të kapin po themi 4 milion lek rroga, 3 milion, nuk e di sa marrin këta si e kam iden, unë besoj që edhe tillë ka. Prandaj unë gjykoj që politika nuk duhet të jetë me njerëz tillë, duhet të jetë me njerëz misionar, të cilët politikën e shikojnë si instrumentin që ndryshon realitetin, apo jo? Nuk e shikojnë si një instrument për me kry hallet e veta. Ne kemi parë tani në përgjime, po shikojmë çdo ditë se si deputetët e përdorin karrigën e vet për përfitime personale, të rregullojnë fisin, të rregulloj familjen, edhe unë vetë e marri rrogë për 4 vjet, mas 4 viteve do i lëpijem dhe herë kryetari do marri mandat tjetër, unë nuk besoj që është ky rasti. Prandaj edhe guximi im për me i bë këto kritika dhe publikisht vjen pikërisht nga kjo liri, nga liria interne që un kam, sepse unë nuk jam një skllav i lumtur, unë jam njëri që i them mendimet e mia dhe besoj unë që është mirë që në këtë parti të flasin të gjithë njerëzit. Patjetër, jo duke prek fjalën e fundit ta thon fillim, por sigurisht që të thon mendimet e veta në të mirë të kësaj partie që të eci përpara. Është domosdoshmëri dhe herë për forcat politike konservatore kundërshtia. Në rast se nuk ka kundërshti, atëherë nuk mund të shkojmë dot asgjë kundi. Pra, për t'i përgjigj pyetjes që më bëret drejt për drejt. Unë jam për qarkullimin e elitave në Partinë Demokratike. Se si do zgjidhet kjo, si do kompozohet, sigurisht që nuk e them dot tani. Qartë, Aulon, po ashtu ju keni marrë një sipërmarrje vetjake, fillt pas zgjedhjeve të majit, ku nisi një proces ligjor për votat tuaja. Keni marrë 8100 vota, por pretendoni që keni më shumë. Në çfarë faze jemi të këtyre? Po, është e vërtet, pasi e zaurova çdo mjet ankimi administrativ, duke u drejtuar Komisionit Ankimeve dhe Sanksioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, KAS-it, që për qarkun e Durrësit vendosin në një mënyrë të paprecedent, kur kemi parasysh që Tiranën dhe Fierin i rinumëroi të gjitha kutit, për Durrësin vendosi rinumërim pjesëshëm. Nga rinumërimi pjesëshëm në raport midis meje dhe kandidatët që unë kam më sipër, unë arrita të rikuperoj 105 vota me kutit që u hapën, se jo të gjitha kutit janë hapë, në Durrës janë 580 kuti. Kështu që unë kërkova që të hapeshin dhe kutit e tjera. KAS-i nuk e pranoi këtë gjë. Pasi e humba betejën në KAS, unë shkova në kolegj zgjedhor. Kolegji zgjedhor nuk më legjitimoi. U mor një vendim 4-1. Pakica bëri një vendim të jashtëzakonshëm për hir të vërtetës. Në këto kushte me mos legjitimimin tim për hapjen e kutive, vazhdimin e procesit, unë jam drejtuar tani gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, pikërisht shfuqizimin e nenit që ja pamundson kandidatëve hapjen e kutive. Du t'ju marr vetëm një rast me që jemi te kodi zgjedhor, e ka përmend dhe raporti OSBE Odirit të moment, që kandidatët nuk kishin akses për me pa votat e veta, thot raporti OSBE Odirit. Këtë çështje kam çuar në gjykatë kushtetuese dhe unë gjykoj që do ta fitoj. Pra, kandidatët do kenë të drejtë që të hapin dhe të kontrollojnë votat e veta, sepse aktualisht kodi zgjedhor që kanë bërë dy partitë është që ekskluzivitetin për hapjen e kutive e kanë vetëm partitë politike. Të gjitha konsekuencat në Europën perëndimore, vendimet e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, Strasburgu, Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit, KEDNJ-ja, Komisioni i Venecias, thotë që palët që kanë të drejtë për t'u ankimuar në raport me votat janë 3: partitë politike, kandidatët, ata thonë dhe zgjedhësit, kanë drejt për me hap kutin. Kodi jon zgjedhor e ka vetëm partitë politike. Prandaj unë kam marrë gjithë këtë infrastrukturë europiane dhe ja kam çuar gjykatës kushtetuese. Të paktën në 2 nene ky kod zgjedhor është antikushtetues. Në të drejtën e individit për të zgjedhur dhe për të zgjedhur kur mbush moshën 18 vjeç dhe për procesin rregullt ligjor, sepse ne na pamundsohet procesi rregullt ligjor. Kjo është çështje që e kam çuar në gjykatë kushtetuese dhe besoj se do ta fitoj. Në rast se nuk do fitoj në gjykatë kushtetuese, do të shkoj në gjykatën e Strasburgut. Për pyetjen tuaj ka i përgjigje të dytë. Unë, ndërkohë që mu pamundsuan gjithë mënyrat për me i hap kutit administrativisht, unë shkova në SPAK dhe i drejtova SPAK-ut 2 kallëzime. Kallëzimin e parë e kisha për grup strukturuar kriminal dhe falsifikim zgjedhor në raport me personin tim, sepse unë jam sot shumë krenar që në hapjen e pjesshme të kutive të Durrësit nuk i kam vjedh asnjë votë askujt, përkundrazi më rikthyn 15 vota. Mua si Aulon, në hapjen e pjesshme, ndërkohë ju do të shikoni se çfarë do ndodh në vijim kur të hapen kutit, se tani çështjen e ka marrë prokuroria në dorë, SPAK-u. Dhe kjo është çështja e parë dhe çështja e dytë, kallëzimi i dytë ka qenë kam dërguar KAS-in për shpërdorim detyre, Komisionin Ankimeve dhe Sanksioneve. Të dyja çështjet SPAK-u fillimisht mirëzoi. Por unë apelova në gjykatën e shkallës parë, GKK, pra gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila për të dyja çështjet e detyron SPAK-un që të nisë hetime. Pra, për herë të parë në Republikën e Shqipërisë do të hetohet
krimi i organizuar zgjedhor. Deri tani në Shqipëri është hetu 50.000 lekësh, ka ble një vot, bleva i votë etj. Jo, kësaj radhe do të hetohet krimi i organizuar zgjedhor, absolutisht. Kjo është çështja e parë dhe e dyta, janë në hetim antarët e KAS-it që kanë shkel ligjin për këto arsye që unë ju përmenda pak më herët. Ndërkohë që e panë që rezultati kishte probleme, e para mbyllën kutit dhe nuk i hapën të gjitha kutit, e dyta miratun një tabel përmbledhëse të falsifikuar, sepse ekzistonte dyshimi i arsyeshëm që tek kutit e tjera kishin po të njëjtën trend vote, dhe e treta materialet për falsifikim zgjedhor nuk ja kanë çu prokurorisë, e detyron ligji. Nuk kemi të bëjmë me gabim njerëzor, kemi të bëjmë me krim zgjedhor. Ndërkohë, përse i përket çështjes parë, megjithse prokurori fillimisht e pranoi që ndaj meje si kandidatit Aulon Kalaja kishte falsifikim zgjedhor, e çoi çështjen në Durrës fillimisht, sepse nuk e kishin jurisdiksion, pasi goditi veprën penale të grupit strukturuar kriminal. Gjykata i tha prokurorit, jo, ke vendos gabim. Këtu kemi indicje për grup strukturuar kriminal, prandaj duhet hetosh. Dhe sipas informacioneve që kam marrë ditën e sotme, janë sekuestruar kutit sot në KQZ. Kutit dhe pamjet filmike. Sepse, më lejo të them dhe diçka, të lutem, nuk bëhet fjalë vetëm për hapjen e kutive. Këtu bëhet fjalë për një hetim të gjithëanshëm dhe gjykata, prokurorisë, SPAK-ut i ka vendosur 7 detyra. Disa prej detyrave po ja u them, së pari hapja e kutive, së dyti evidentimi i emrave të numëruesve që kanë numëruar votat, së treti bërja ekspertizës kriminalistike të stirolapsit, sepse ekzistojnë dyshime të arsyeshme që kemi një bojë stirolapsi të ndryshme te partia dhe te kandidati. Pra, nuk ka votuar një dorë edhe tek partia dhe te kandidati. Do të shikohen të gjitha votat e pavlefshme, riekspertimi i votave të pavlefshme për me parë mënyrën se si janë prish votat. Keni parasysh diçka ku e kam unë fjalën. Mund të kemi vota që kanë votuar vetëm për subjektin politik, nuk kanë zgjedhur asnjë nga kandidatët. Dhe ju e dini që procesi numërimit është me 2 faza. Faza e parë numërohen partitë politike dhe faza e dytë numërohen kandidatët. Kur ka dalë fleta e votimit për herë të parë në Kamera, ka dalë vetëm me kryqin tek Partia Demokratike në këtë rast, pa zgjedhur asnjë kandidatët. Ndërkohë kjo vot nga numërues të papërgjegjshëm që kanë shkel ligjin është marrë dhe është vendosur një kryq tek kandidati X. Dhe këtë gjë do ta zgjidhë pikërisht hetimi. Unë mendoj, kam shumë besim që hetimi do të jetë i gjithëanshëm, por kujdes, do zgjasin kohë. Qartë. Aulon, faleminderit shumë që ishe në këtë hapësirë. Mirë, do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi sërish bashkë.